Kandidatja e Partisë Socialiste për Bashkinë e Vlorës, Bruna Mersini, zhvilloi një sër takimesh me banorët e Mifolit, Cerkovinës dhe Bishanit, ku diskutuan hapur problematikat dhe nevojat më të ndjeshme të zonës. Gjatë bashkë bisedimeve, Mersini vlerësoi besimin e ndërsjellë që ka ndërtuar ndër vite me banorët e këtyre fshatrave dhe theksoi se ky komunikim i hapur është themeli mbi të cilin do të ngrihet puna e saj mbas 9 nëntorit. Kam një ndjeshmëri të veçantë për banorët e kësaj zone, që gjithmonë më kanë dhënë mbështetje dhe besim. Ndaj tyre kam detyrim moral për të qenë zëri i tyre, për të përkushtuar me seriozitet ndaj prioriteteve që kanë shprehur, u shpreh Mersini. Rrugtimet e mia edhe profesionale i kam pas në qytetin e Vlorës, më jep një avantazh sot që sfida ime mos jetë rezultati i zgjedhjeve, sepse duke kandiduar në siglën e Partisë Socialiste, edhe mandatin e deputetit në listën e hapur arrita ta fitoja nga besimi i qytetarëve. Edhe kam përfituar tani me qenë se është fushat të lëvizte për zona dhe të shikoj problematikat e zonave në mënyrë që të nisë një dialog që ditën që do vete sekretare bashkie për atë një vit e gjysmë që është mandati, të jem shumë e qartë dhe të them njerëzve këtu do bëj vetëm një gjë. Mos të rrim të premtojmë 20 gjëra, ngelen 20 gjëra të premtuara, njerëzit mërziten. Në ka një gjë që unë ndihem si në shtëpi, është zona juaj. Kur unë ndihem e përfaqësuar nga zona juaj dhe them që shikon në atë kuti votimi, unë kam marrë maksimumin e vota, kam një kontratë morale me atë njerëz, duhet të përgjigjem atyre njerëzve, kjo është një kontratë morale. Ndër prioritetet që ajo renditi, rruga lidhëse dhe shkolla e Bishanit zën vend qendror, si projekte që ndikojnë drejt për drejt në përmirësimin e cilësisë së jetesës dhe në ofrimin e mundësive të barabarta për zhvillim. Është shumë e rëndësishme që këto rrugët e brendshme tuajat, diku kanalizimet, diku rruga e dëmtuar nga punimet ujësjellësit, pa mbaruar ajo historia e ujit, e pa u lidhur ujë, ne do vim këtu, po u lidh ujë dhe diçka nuk shkon, do vi të çajt prapa e rruga. Kam pas shumë interes për shkollën e Bishanit, duke qenë se është përfshirë edhe kopshti aty. Duhet të flasim se si mundet që nëpërmjet Ministrisë së Arsimit ose Fondit Shqiptar të Zhvillimit ta lobojmë këtë historinë e shkollës së Bishanit, se në gjithë këtë zonën këtu është nga shkolla që ka referencat më të mira, edhe aq më shumë që është i përfshirë edhe kopshti këtu. Vlerësim për angazhimin dhe figurën e kandidates Mersini shprehu edhe kryetari i Këshillit të Qarkut Vlorë, Ervis Moçka, i cili theksoi se puna dhe përkushtimi i saj janë garanci për zhvillimin e qëndrueshëm të zonës. U kërkoj dhe shumë mbështetje që t'i japi mundësinë Brunës që të një vit e gjysmë të tregoj se çfarë është e zonja dhe sa mirë mund ta menaxhoj në këtë pikë që është Bashkimi Vlorë. Në përmbyllje, Mersini u shpreh se mbas 9 nëntorit do të jetë çdo ditë pranë komunitetit për të ndërtuar një bashki që dëgjon, bashkëpunon dhe vepron për njerëzit.